Pas humbjes me Izraelin, kombëtarja shqiptare është mposhtur edhe nga Luksemburgu në miqësoren e dytë. Sfida e zhvilluar në stadiumin Errol Benja përfundoi me shifrat 0-1. Në përfundim të këtij dueli, ka folur edhe Julian Shehu. Kur vjen një trajner i ri, natyrisht që ka idetë dhe vizionin e vet për lojën. Ai kështu zgjedh edhe lojtarët për formacionin dhe mënyrën se si ne luajmë. Janë shumë pak ditë që ne të përshtatemi me idetë dhe vizionin e trajnerit. Janë dy module krejtësisht ndryshe nga ato që kemi luajtur më para. Na duhet akoma kohë për të luajtur me vizionin e maran. Titullar? Për mua ka rëndësi të fitoj kombëtarja, jo nëse luaj nga minuta e parë apo në të 70-ën. Do të jap maksimumin tim për aq minuta sa do të jem në fushë. Besoj se do të jemi gati për shtator. Ajo koha nuk është e shumtë, por besoj që nga këto dy ndeshje kemi marrë mësime se ku duhet të përmirësohemi. Shpresoj që të rregullojmë gabimet dhe të jemi gati. Fjalim nga trajneri pas ndeshjes? Jo, thjesht na tha 2-3 detaje që kam dëshirë t'i lë brenda dhomave të zhveshjes, tha Shehu. Pas humbjes me Izraelin, kombëtarja shqiptare është mposhtur edhe nga Luksemburgu në miqësoren e dytë. Sfida e zhvilluar në stadiumin Air Albania përfundoi me shifrat 0-1. Në përfundim të këtij dueli ka folur edhe trajneri Rolando Maran. Si ndihem? Impenjimi ka qenë i madh, por nuk është rezultati që donim. Nuk kemi bërë mjaftueshëm mirë. Po i paguajmë edhe gabimet që në raundin kualifikues. Këto dy ndeshje vlejnë për ta njohur skuadrën më mirë dhe për të përmirësuar këto gjëra. Duhet të jemi të zotë për të parë se çfarë gjërash nuk janë bërë mirë në këto dy ndeshje. Edhe nga posimi i golit shumë herët u çekuilibruam dhe dëshira për të gjetur golin na bëri të linim hapësira. Janë disa gjëra që kanë ndodhur në këto dy ndeshjet që nuk duhet të ndodhin dhe t'i përmirësojmë. Janë element që unë i kam piketuar nga këto dy ndeshje. Skema e poshtatshme për lojtarët që kemi, hierarki lojtarësh. Në hierarkinë e lojtarëve ka lojtarë që unë po i njoh. Disa lojtarë kanë ardhur me pak minuta, ka qenë sezoni gjatë, e kemi paguar pak me gjendjen fizike të tyre. Më ka shërbyer po të njohur lojtarët dhe reflektuar mbi ta. Pyetja e parë është e vërtetë për mbrojtjen, pasi provon disa gjëra dhe vuan për shkak të vështirësive. Janë gjëra që duhet të reflektojmë. Janë dy tekste të rëndësishme që më shërbejnë shumë për vazhdimin. 180 minuta pa gol, ide i qartë por sulmin po të zgjidhur këtë problem? Këto dy humbje peshojnë shumë, sidomos para tifozëve. Prisja përmirësime nga ndeshja e parë, por nuk ka ndodhur. Duhet marrë parasysh edhe ana psikologjike, me lojtarët që janë ende të zhgënjur për mos kualifikimin në botëror.